Chiara Tito ka surprizuar ndjekësit e saj këtë pasdite duke ndarë një moment shumë të veçantë nga jeta e saj private, ku ka publikuar një foto të rrallë me prindërit që kanë ardhur nga Italia për ta vizituar pas një kohe të gjatë larg njëri tjetrit. Në këtë foto të mbushur me emocion dhe dashuri familjare, Chiara shfaqet duke buzëqeshur pranë nënës dhe babait të saj, teksa shijojnë një drekë të ngrohtë familjare plot me ushqime tradicionale dhe atmosferë të këndshme. Chiara ka treguar gjithmonë se lidhja me familjen ka qenë një nga pikat më të forta të karakterit të saj dhe këtë herë ka vendosur ta ndajë me ndjekësit këtë moment të rrallë dhe të paharrueshëm. Në postimin e saj, Chiara ka shprehur mirënjohjen dhe gëzimin e madh për këtë surprizë të bukur, duke treguar se largësia nuk ka mundur të dobësojë as pak lidhjen e tyre të ngushtë dhe të sinqertë. Fotoja ka marrë menjëherë mira pëlqime dhe komente nga fansat, të cilët janë prekur nga ky ribashkim i bukur dhe kanë shprehur dashurinë e tyre për këtë familje të veçantë. Në këtë imazh vërehet qartë ngrohtësia dhe respekti reciprok që i bashkon prindërit me vajzën e tyre të njohur, duke reflektuar një dashuri të pastër që nuk ndikohet nga fama apo distanca. Shumë prej ndjekësve kanë komentuar se Chiara është një shembull i bukur i një vajze që nuk harron rrënjët dhe vlerat familjare pavarësisht suksesit që ka arritur në karrierën e saj. Prindërit e saj shfaqen të buzëqeshur dhe krenar për të bien, duke dhuruar një pamje të mbushur me ndjenja të ngrohta që vetëm një lidhje e vërtet prindërore mund të përcjellë. Chiara në këtë postim ka treguar edhe një herë se sa shumë vlen për të dashuria dhe respekti për familjen, duke dhënë një mesazh shumë të fortë për të gjithë ata që e ndjekin dhe e admirojnë. Ky moment është cilësuar nga shumë ndjekës si një nga më të bukurit që moderatorja e njohur ka ndarë ndonjëherë me publikun e saj. Një ribashkim që përcjell gëzim, lumturi dhe emocione të forta, duke kujtuar rëndësinë e lidhjeve familjare në jetën e çdo individi. Përmes kësaj fotoje, Chiara ka sjellë në vëmendje vlerat më të rëndësishme të jetës, që janë dashuria familjare dhe momentet e thjeshta që mbeten të paharrueshme. Mes shumë postimeve dhe imazheve të përditshme, ky lajm ka marrë një vend të veçantë në zemrat e ndjekësve të saj, duke u kthyer në një nga më të komentuarit dhe më të pëlqyerit e ditës. Një kujtim që do të mbetet i paharruar jo vetëm për Chiarën, por edhe për të gjithë ata që ndihen të frymëzuar nga forca dhe bukuria e lidhjes së saj me prindërit.